Po vjen platforma gjejmakin.com për një muaj e gjysmë do jetë gati. Mund të bleni makinë si kjo, ose si kjo bisha këtu. Mund të jepni makina me qira si kjo, mund të jepni skofin tuaj me qira, mund të jepni motorin tuaj me qira, për ju kompanit, për ju firma që keni shumë makina, edhe do të organizoni që të jepni makinat me qira, që të keni një listë, të keni kalendar që kjo makinë është zonë nga këtë datë deri në këtë datë. Ose ju kompani që jeni në Kore që dojnë të shisni makina, po krijojmë platformën e aplikacionin që do jetë gati mbrana një muaj e gjysmë 2 maksimum, që do jetë edhe si platformë edhe si aplikacion, gjejmakin.com. E kemi jemi ofër 90% të platformës është gati, edhe do jetë diçka game changer për biznesin e shqiptarëve. Nëse do të shesish ose të blesh bicikleta elektrike ose motora elektrik, ose motora normalisht motora me kubik të mëdhej, skofa, aeroplana, helikoptera, çdo lloj gjoje që doni, bagera, kështu kantina për ushqimor që janë to food truck. Të gjithçka po organizojmë një website profesional me paketa shumë të përballueshme, sikur hani një picë. Kupton? Edhe do jetë diçka profesionale që për shembull do shikoni krejt shqiptarë që janë në Zvicër që fusin makinat e tyre në shitje në gjejmakin.com, ju i kontaktoni direkt pronorët, direkt nga atje ku jeni, i thu kam interes për këtë makinë. Edhe e dini që po e bleni kualitet direkt nga zvicerani. Domethënë direkt nga pronori shqiptar i Zvicrës ose nga pronori shqiptar i Kores ose ku do të jetë. Do jetë me të vërtet diçka game changer, do ndryshojë krejt bizneset shqiptar. Do t'i qojmë bizneset shqiptar që mirën me makina, që mirën me makina me qira, me varka me qira, me gjithçka do ta kalojmë në një nivel tjetër. Do jetë aq organizume, firmat për shembull që kanë shitje 50 makina. Do kemi paketa apostafat që janë më të lira për firmat. Pastaj kemi edhe çmime për individat, për shembull një person ka vetëm një makinë me shit, edhe është çmimi shumë i lirë. Shumë i lirë, mundet për shembull me 5 euro me shit makinën e tij. Edhe do ketë për shembull për me shit kamiona, me dhanë edhe helikoptera me qira, edhe me shit helikoptera, po edhe helikoptera me qira. Do jetë diçka se ku të dole me zi po pres të dole si aplikacion. Me zi po pres me të vërtet, nuk po mzë veni. E kemi bon aq bukur, aq mënyrë profesionale, sa do ta shikoni vetë ju do habiteni. Edhe do habiteni që do thoni, me të vërtet e ka shqiptar këtë aplikacion. Do ta shikoni vetë si çfarë idesh e çfarë gjëra të veçanta kemi vend nga mrapan. Jemi të sport, nuk kemi konkurrencë këtë lloj gjoje. S'ka konkurrencë këtë lloj gjoje, do ta shikoni vetë. Ju përshëndes zoti Rui dhe sa më tepër sukses në biznesin tuaj.